transmetohet se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: shembulli i këtij ummeti është si shembulli i 4 njerëzve. Njeriu i parë është ai të cilit Allahu i ka dhënë pasuri dhe dituri. Dhe ky me pasurinë e tij vepron sipas diturisë së tij dhe e shpenzon atë atje ku duhet. Njeriu i dytë është ai të cilit Allahu i ka dhënë dituri, por nuk i ka dhënë pasuri. E ky thot: sikur të kisha si filani, edhe unë do të veproja si ai. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë që të dy këta kanë shpërblim të njëjtë. Njeriu i tretë është ai të cilit Allahu i ka dhënë pasuri, por nuk i ka dhënë dituri. E ky e shpenzon atë atje ku nuk duhet. Dhe njeriu i katërt është ai të cilit Allahu nuk i ka dhënë as pasuri e as dituri. Por ai thot: sikur të kisha si filani, edhe unë do të veproja si ai. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë që të dy këta kanë mëkat të njëjtë.